Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka zhvilluar bashkëbisedim me demokratët në Dibër. Gjatë fjalës së tij, Berisha ka folur për lidhjet që Ervin Saljani ka me personazhe të botës së krimit. Informacionet të verifikuara, ky në burg drekonte dhe darkonte me Plum Gjokën dhe Oltën Bistrin. Ky ishte opozita, ata ishin byrazer të qeverisë. Ata mund të kishin favore, po ky s'kish pse të kërkonte favore me ta. Megjithatë, por kjo është 100% e vërtet. Nga persona që janë marrë me organizimin e drekave të tyre. Se harron morët kanë vesh e në herë dhe sy. Pastaj, gjatë verës, ky shkonte të kush, shkonte në qerret të Ergjys Agasi. Ergjys Agasi ishte njeriu që unë sulmoja më shumë. Ergjys Agasi, që ta dishti dhe qofse ju kujtohet gjatë fushatës elektorale, ajo Kodra e Kuajve. Kodra e Kuajve është një restorant tek Shkami Kavajs, mblidh të aty Suel Çelen edhe Elvis Doçin, pojën e troplinve. Dhe aty bëheshin planet se si grabiten votat në Durrës, në Elbasan, Korçë dhe në gjithë zonat. Mëtej, kreu i PD-s foli edhe për lidhjet e Saljanit me pronar mediash, njërit prej të cilëve ju referua si Fania. Berisha tha se ky televizion bën 16 lajme në 4 orë për Saljanin, që sipas tij nuk bëhen as për presidentin amerikan Donald Trump. Ja dhan Fanes për kompetencë. Mirë po Fania, që e mbajti Lulin gjerdit në fundit që sa përfundoi me 2000 vota, e donte këte. Pse e donte Fania këte? Sepse donte t'i lpihe Edi Rams, por me qenë se si pranon të gjuhën e tij, mendoj se me gjuhën e Saljanit do m'pranoj. Qa ndodhi? 16 lajme në 4 orë publikon të Fania për Saljanin. 16 lajme të garantoj futu në truth social në X dhe s'ke për gjetë kur 16 lajme në 4 orë nga Donald Trump, që është njeriu më kryesor në botë për lajme dhe për të gjitha. Dhe Fania, që dikur shtronte në lajm edhe kollitjet e Lulit, tani Fania mirte nga zyra e Rams 14 lajme në 4 orë për Saljanin. Të njëjtat akuza ndaj Saljanit, kryedemokrati i ka artikuluar edhe më herët, ndërsa të shtunën theksoi se Saljanin e shpallën të dënuar politik, por u shit në burg.